është plani për me prunë vete që të situatë. Ka e ndëgjoj kryetarin përsëri vërtet më të ardhë keq. Prezident Suada është shumë keq me kam. Ato e dim, kretë Kosova, jo, po gjitha Evropës e dim që është keq. Në sezonin e verës, detyrohemi me pagu ndoshta ka njerë 5 euro parkingun. Në Lugano 2 euro i gjysë është parkingu. Por ne në Prizren detyrohemi në 5 euro me shkruaj verës, ndërkohë situata është hapësira është të mëshme. Tani, unë kam mendu, të letë këja kam mendu, me ndërtu 5 parkingje në Toksore. Më falë deri sa... 5 parkingje në Toksore. Tani, besoj që në lëvizit të slajda mundel aty. Një është prapas shtëpisë bardhë. E dyta është në lagjën të Bahan. Në lagjën të Bahan aktualisht është gjykata, policia, burgu, zjarfiksat, ne po planifikujmë, sepse ashtu gjykata ka me lëviz për aty objekte, ne po planifikujmë që gjitha ato objekte me i disloku për aty. Dhe ato me shëndru një shesh kujtesës, një shesh ku njerëz janë ra, janë torturu, janë vra gjatë vitit 90-99. Dhe aty po planifikujmë me bëni parking në Toksor. Në hapësirën e tretë është qendra e qytetit. Ne në Prizren, i themi është një hapësirë, për gjatë e 5 ari, është tek ku ka qenë ish Benafi për para, po planifikojmë edhe aty parking në Toksor, po ashtu po planifikojmë një parking në Toksor për balë qendrës sportive, dhe po ashtu tek amëltoria e qytetit. Të gjitha këto, do t'i lartë, i kemi kostum, i kemi analizu. Parkingu i parë kushton vlerën 7 milion euro me 600 parkingje. Parkingu i 2, 8,2 milion euro me 450 parkingje. Parkingu i 3, 5,7 milion euro me 345 parkingje. Parkingu i 4, 2,2 milion euro me 195 parkingje dhe parkingu i 5, 10 milion euro me 800 parkingje. Nëse që to i realizojmë dhe që do t'i realizojmë, 2390 parkingje ne do t'i kemi në dispozicion për interesin publik për qytetarët e Prizrenit. Qëto bujnë 34 milion euro. Qëto bashk, ne po planifikujmë as njërën nga to, të mos të ndërtojmë me parat e komunës. Gjitha këto me partneritet publiko-privat. Dhe më vind të keq po ashtu, kërë ndëgjoje kryetarin e komunës, po 14 vite nga 18 ka qeverisë për dhe këja. Ma thoni vetë një projekt të vetëm me PPP, Prizreni. As një të vetëm. Dhe në sikur mos me egzistu kjo mundësi. E si me i besu që kam i realizu mas tash, unë jam i bindun që përsëri nuk i bëjnë, sepse mundësia për me këtë shpërdore edhe në PPP e shumë e vogël. Mas më thonë është e pa mundu. Pra ndaj, ne po planifikojmë edhe sallën e re sportive, me standardit FIBA që ti i ki shumë për qefi. Do të ndërtojmë në hapësirën ku është sot aktualja, pa e hekë se dhe rësërojnë. Po jo, ka ven aty, e divesh. Do të ndërtojmë edhe pishinën olimpike për aty dhe 4 terene sportive për tenis. Gjitha këto, zoti lartë, kapin shifrën 19 milion euro. Nuk do të bëjmë me parat komunës. As me këto do të bëjmë me parat komunës. Me PPP, partneritet publiko-privat. 19 milion euro një projekt, që do t'jetë shërbim të qytetarve, normalisht dhe në interes të investitorit. Sepse du t'a kënë qarë gjithë këto. Askush s'vjen me i dhonë parët këto për bamirësi. Vjen, investon, fiton naj, fiton komuniteti. Dhe unë më menoj që një pjesë... Bazenat